Vetëm një gjethe e kësaj bime I jep lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Rozmarina ka gjetur aplikime të gjëra ndër shekuj në mjekësinë tradicionale të kulturave dhe popujve të ndryshëm. Përdorimi I bimës aromatike u parashikua për të trajtuar çrregullimet gastrointestinale dhe neurologjike, për të forcuar sistemin imun, për të lehtësuar stresin dhe për të siguruar trupit një mori lëndësh ushqyese, duke përfshirë komponentët fitokimik që kontribojnë në shëndetin e mirë të syve dhe të mëlçisë, në lehtësimin e problemeve të organizmit, në mineralizimin e kalciumit, hekurit dhe manganit, gjithashtu edhe falë vitaminave B siç është B5, B1, B2 ose riboflavin folat, B3 ose niacin, si dhe vitaminës A dhe vitaminës C. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Rozmarina është një produkt fantastik për shëndetin e trurit. Rozmarina përmirëson funksionet e trurit si performanca njohëse, kujtesa, vigjilenca dhe përqendrimi. Këto veti janë përdorur për shekuj tashmë përmes aromaterapisë, ndërsa studimet moderne I kanë nxjerrë në pa këto përfitime. Ulundimet kanë gjetur përmirësime të funksioneve njohëse brenda 20 minutash nga thithja e avujve esencial dhe përdorimit vajit esencial të rozmarinës. Rozmarina ka efekte të mira edhe kundër problemeve të ankthit. Zierja me gjethet e saj dhe vajet esencial të rozmarinës lehtëson lodhjen e ndryshme nervore, ankthin kronik, ndërkohë që përmirëson edhe humorin dhe gjumin. Ka veprime të mira antiseptike. Ekstrakti I bimës aromatike ka veprime antifungale, antivirale, antibakteriale dhe falë përmbajtjes së lartë të acidit karzonik dhe rozmarik. Konsumi I tij nga ana tjetër është I lidhur përmes ulëntimeve me një risk më të ulët të infeksioneve dhe në forcimin e sistemit imunitar. Është e mirë gjithashtu edhe për qarkullimin e gjakut. Elementët antiinflamator dhe antiinflamator që forcojnë imunitetin luajnë një rol pozitiv në sistemin e qarkullimit të gjakut. Gjithashtu edhe është e mirë edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj. Ndaj përdorimi I saj në mënyrë të rregullt mund të jetë një aleat I mirë për shëndetin. Është e mirë për lëkurën dhe për shëndetin e flokut. Lëndët ushqyese të saj mbrojnë qelizat e lëkurës nga efektet e rrezatimit diellor dhe radikalet e lira dhe nxisin gjithashtu edhe prodhimin e kolagjenit. Vaji I rozmarinës është I famshëm për forcimin e skalpit të kokës dhe nxitur rritjen e flokut, duke mbajtur atë të mbrojtur edhe kundër shqetësimeve të zbokthit. Ka ndikime pozitive në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishmet të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar kështu një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe një rrezik më të madh për komplikacione të shëndetit tuaj. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë gjithashtu edhe mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Ndërto është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim shumë I mirë I vitaminave. Përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë minerale të tilla kryesore siç është magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe nxjerrin jashtë të toksinave nga trupi. Jo vetëm për persona që kanë probleme me mushkërinë, rozmarina gjithashtu mund të ndihmojë edhe në nxjerrjen nga organizmi të pluhurit dhe të ndotjes. Kështu nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen, të lehtësoni organizmin nga ndotja, atëherë mund të përdorni rozmarinën. Mund të pini çajin, të bëni masazhe në krahëror me vajrat esencial të saj, edhe ta konsumoni në mënyrën e duhur. Është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet kryesisht degenerimi makular. Rozmarina mund të jetë një ndihmë lehtësuese. Ky problem prek zakonisht moshat mbi të 50-ta dhe beston shikimin gradualisht. Për të ulur riskun e prekjes nga ky problem, konsumi I saj vazhdimisht në dietat tuaja mund të jetë një element pozitiv lehtësues. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftën kundër komplikacioneve të ndryshme. Gjithashtu ajo është e mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur më mirë organizmin në punën e vet.
Rozmarina është një bimë fantastike edhe për personat që duan të kenë një tretje më të shëndetshme. Duke qenë e pasur me antioksidant, kjo bimë do të ndikojë pozitivisht edhe në tretjen e ushqimeve, duke lehtësuar komplikacionet e tyre. Do të keni edhe një zgjidhje lehtësuese për organizmin tuaj. Vaji i rozmarinës mund të cilësohet një efekt pozitiv edhe për shëndetin tuaj të kujtesës. Ndihma që kjo bimë jep për memorien dhe përqendrimin është vërtet e mirë dhe paçmueshme. Është të përdorur që në lashtësi si një zgjidhje mjaft e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë një rol pozitiv ushqyes edhe për shëndetin e trurit. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Rozmarina është një bimë fantastike edhe kundër shqetësimeve të depresionit. Rozmarina ndihmon kundër problemeve neurologjike siç është depresioni, ankthi ose skleroza e shumfisht. Mjafton ta konsumoni atë rregullisht dhe të përdorni çajin ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Ajo do të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e ujit të tepërt nga trupi dhe mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Kjo bimë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për probleme të tilla dhe mund të cilësohet nga ekspertët si zgjidhja më e mirë për problemet e mbajtjes së ujit të tepërt në organizëm. Ndaj, përdorimet e saj mund të jenë alternativa juaj më e çmuar për nxitjen e shëndetit, mbrojtjen e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve. Rozmarina ka vlera të shumta ushqyese. Shumë ekspertë e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë esenciale kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj sigurohuni ta përdorni si duhet dhe ndikimi i saj do të jetë i menjëhershëm në nxitjen e organizmit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji esencial i rozmarinës është të përdorur prej shekujsh për të lehtësuar kështu dhimbjet e kokës ose edhe për të lehtësuar komplikacionet e saj. Nëse doni të keni një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm, atëherë përdorimet e saj mund të jenë një nxitje e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i rozmarinës mund të përdoret gjithashtu edhe për të stimuluar ushqyerjen dhe arritjen e flokut dhe mund të përdoret edhe për nxitjen efektive të mbrojtjes së tyre. Ndaj, përdorime të tilla mund të jenë element ushqyes në lehtësimin e komplikacioneve të flokut. Vaji i rozmarinës mund të përdoret gjithashtu si një lehtësues i relaksimit të mendjes. Rozmarina mund të qetësojë mendjen e shqetësuar si dhe të garantojë një ndjesi gjallërie. Ju duhet vetëm të fërkoni bimën e vogël mes gishtave tuaj dhe të thithni aromën e shijshme të saj. Ajo ka vetim mjaft të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu përmban antioksidant cilësor. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë trupin kundër radikaleve të lira. Për ata që nuk e dinë, kjo barishte ka acid rozmarik, acid karzolik dhe acid ursolik, të cilët janë antioksidant të fuqishëm në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Rozmarina është një bimë fantastike ushqyese me veti të fuqishme antiinflamatore, që mund të lehtësojë komplikacione dhe të zgjidhë një sër efektesh negative. Ajo përmban veti antiinflamatore dhe ndihmon në lehtësimin e ekzemave, problemeve të artritit dhe problemeve të tjera. Rozmarina është një bimë fantastike gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të trurit. Ndaj, përdorimet e saj mund të jenë një mundësi e shkëlqyer për trupin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, mos nguroni ta përdorni rregullisht në dietën tuaj. Kështu, përfitimet e saj në shëndet do të jenë vërtet të larmishme edhe në lehtësimin e tyre. Rritja e rozmarinës mund të jetë një stimulues shumë i mirë i sistemit nervor qendror. Për këtë ajo mund të cilësohet si një bimë fantastike ushqyese për lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të trupit. Ndaj, përdorimet të tilla të rozmarinës mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë në betejën kundër Alzheimerit dhe inflamacioneve të tyre. Sigurohuni ta përdorni si duhet atë në recetat tuaja ditore. Kështu ndikimi i saj në mbrojtjen e shëndetit dhe uljen e inflamacioneve do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin tuaj, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.